Do të vlerësoje një pasuri që po humbet ngadalë në vendin tonë? Një gjë që ne po humbasim dhe ti e vëre vetëm kur del jashtë Shqipërie, është lidhja sociale. Do më thënë, ne këtu jemi kaq të lidhur me njëri tjetrin sa shpesh ankohemi bezdisur se njerëzit fusin hundët e jeta jote private e tjerë. Por kur shkon në Angli apo në Gjermani, ti kupton të kundërtën e kësaj. Ku njerëzit janë vetëm, në kuptimin e plot të fjalës vetëm. Pra, komuniteti atje nuk është aq i shëndetshëm sa këtu. Sigurisht këtu ka ato problemet e veta, ka ato bezditë e veta, ka këtë mungesën e lirisë që ne shpesh edhe ankohemi, por jemi bashkë. Nuk ndodh. Për shkak ajo marrëdhënie që ka fëmia shqiptar me prindin shqiptar, nuk është marrëdhënia që ka fëmia anglez me prindin anglez. Kjo po humbet për shkak të emigrimit, distancave edhe sigurisht për shkak të influencave kulturore. Po edhe sistemit ekonomik.